Mirë, jemi rikthyer në studio, do të vjojmë që të flasim për sigurimin e pronës, dua ta shohim pak edhe në raport le të themi me vendet e rajonit. Jemi në një përqindje më të ulët, krahasimisht edhe me Maqedoninë e Veriut edhe Kosovën. Faktikisht dhe fatkeqësisht është situata është kjo. Ajo çfarë është për të veçuar dhe për të përmendur është që vendet edhe si Maqedonia apo edhe si Kosova kanë punuar më shumë në këtë drejtim, le të themi institucionet për t'i paraprirë apo minimizuar rrisjet. Madje veçanërisht Maqedoninë e Veriut për shembull, do e përmendja jo vetëm në këtë drejtim, por edhe në shumë aspekte të tjera, qoftë le të themi ato financiare, të valutës e tjerë, apo duke konsideruar le të themi që avantazhet e vendodhes gjeografike që kemi ne kundrejt Maqedonisë së Veriut dhe gjithsesi edhe në shumë raporte të tjera si në Doing Business, pavarësisht dhe gjithë problemeve etnike që ato kanë, domethënë Maqedonia është edhe më përpara se sa ne. Është për të ardhur keq, por ky është realiteti. Dhe një nga avantazhet është tek le të themi puna dhe impenjimi i institucioneve, jo vetëm atyre publike, por edhe atyre mbikëqyrëse. Do përmendja këtu si Bankën Qendrore të Maqedonisë, le të themi, dhe kompanitë e sigurimit atje që normalisht, por më shumë këto institucionet mbikëqyrëse, të cilat janë shumë strikte në zbatimin e politikave. Dhe të mendojmë që të ardhat kryesore të Maqedonisë së Veriut janë vetëm në sektori bujqësisë dhe me rregull, do thoja që do duhet në thonjzat ishte më keq se ne duke konsideruar që ka më shumë e fokusuar te bujqësia dhe dëmet duhet ishim të larta atje, ndërkohë që ata kanë punuar shumë paraprakisht. Ne gjatë kohës së publicitetit sollëm në vëmendje pra sepse kur themi 13%, rreth 13% e familjeve e kanë siguruar pronën, mbetemi thjesht pra biem në kurthin le të themi të shifrës, por nëse e shprehim në një formë tjetër, pra për treguar vërtet situatën, nga 1 milion banesa, niveli i pagesave të sigurimeve për familje ose për frymë popullsie është ndër më të ultit në rajon. Mos themi për Evropën. Penetrimi i sigurimeve ka nivele shumë të ulta. Dhe krahasuar me shkallën e rrezikut që është në Shqipëri, ka një hendek shumë të madh. Pra, nëse do përmendim pjesën, numërohen rreth mbi 1 milion apartamente ose banesa që janë ndërtuar dhe janë në Shqipëri, prej të cilave sigurimi i tyre është më pak se 3%. Pra, po të themi që shkallën e objekteve që janë të pasiguruara e kemi shumë të madhe. Pra, ndeku është shumë i madh midis nivelit të riskut dhe mbulimit të ekonomisë me sigurimin ndaj katastrofave. Ndërkohë, duke qenë se edhe vitin e kaluar, pasi u prezantua fillimisht nisma ligjore për sigurimin e detyrueshëm nga tërmetet, u la në hije për një periudhë caktuar kohore dhe filluan të lëviznin gjërat sërish nga vera e vitit 2025. Tani, kjo situatë rikthen edhe pikpyetjen, vëmendjen se çfarë ndodhi me këtë nismë, pavarësisht se nga shoqatat e sigurimit nuk u mirëprit të paktën drafti paraqitur nga qeveria, pasi kërkohej të gjende një formë le të themi që të ishte edhe apo t'i përfshinte kompanitë e sigurimit në këtë skem që do të ndërtohej apo në këtë formulë që qeveria parashtroi për t'i dhënë zgjidhje kësaj problematike. Në çfarë pike jemi me këtë draft? Atëherë nga mesi i vitit të kaluar në 2025-ën doli për konsultim publik një draft projekt ligj e cila parashikonte mbulimin e katastrofave vetëm të tërmetit për banesat e cilat do të ishte e detyrueshme. Pati kontestime sepse ishte një draft jo i mirë studiuar, grupet e interesit nuk ishin përfshirë në pjesën e përgatitjes materialit, kishte shumë problematika të cilat lidhen me, jo vetëm në kuadrin ligjor, por lidhej dhe në objektin ose qëllimin e këtij ligji. Nuk mund të bësh të detyruar një projekt ligj vetëm për tërmetin dhe të krijohet një entiti shtetëror duke lënë jashtë tregun e sigurimeve, sepse ke një treg shumë të konsoliduar, ke një treg që i ka dhënë provat, sepse prova më e madhe ishte tërmeti përpara 6 vitesh dhe komplet sistemi i sigurimeve private ishte jashtë kësaj skeme.
Aktualisht është në fazën që janë bërë konsultime përsëri me qeverinë dhe do punoj me ekspert dhe përfaqësues. Po janë thirrur, jo më larg sot janë thirrur tregu me Ministrin e Ekonomisë dhe do diskutohet që të punohet me grup të specializuar dhe të merren praktikat më të mira evropiane, gjithmonë në përputhje edhe me direktivat e Bashkimit Evropian, sepse nuk është një problematik katastrofat, nuk është një problematik vetëm e Shqipërisë, është problematik tani ndërkombëtar. Të gjithë vendet po marrin masa për të parë kuadrin e gjerë dhe për të parë kush janë strategjitë më të mira për menaxhimin e riskut, që lidhen jo vetëm me ngrohen globale, po dhe me këto ndryshimet klimaterike që janë problematikë shumë e madhe. Një sfidë po ashtu që parashtrohet. Ka nisur diskutimet, pra janë thirrur edhe ekspert, ka pasur një takim ditën e sotme tek Ministria e Ekonomisë me zonjën Milva Ekonomi, kështu që po tregoj një gatishmëri e madhe për të filluar punën, për të bërë një projekt ligj që do të zgjidhë, që do të jetë në të mirën e konsumatorëve edhe të kryefamiljarëve për mbrojtjen nga katastrofat. Dhe në këtë pikë shpresoj, domethënë, që qeveria të ketë mësuar nga e kaluar se në rastin e tërmetit për shkak përveç se kompanive të sigurimit, po ashtu edhe banka, duke qenë pa pasur një konsultim paraprak, qeveria del me njoftimin, domethënë, çfarë lehtësira do ofronin dhe sa garanci sovran, sa garanci do ofrohej, domethënë, dhe si do bëhej kompensimi për të mbështetur bizneset, korporatet e tjerë. Shprehur kjo paraprakisht pa bërë një konsultim dhe në këtë pikë, domethënë, si kompanitë e sigurimit dhe sektori bankar, fatkeqësisht janë detyruar të mbajnë një supe pesha të mëdha, sepse menaxhimi i institucioneve financiare, bankare dhe jo banka është shumë kompleks. Është shumë kompleks, janë shumë rrisje, le të themi, si për të menaxhuar, shumë kritere për të respektuar, që kërkojnë jo vetëm institucionet mbikëqyrëse vendase, por edhe ato të huaja. Dhe shpresoj dhe ka ekspert shumë të mirë, institucionet bankare dhe jo banka në 2019-2020, sepse vërtet ke një kontratë sigurimi për sigurimin e pasurisë, po ke dhe kushtet të cilat. Dhe shoqëritë e sigurimit janë solidarizuar edhe me klientët dhe me humbjen, sepse nuk paguan pjesën e zbritshme, nuk aplikuan termat e nënsigurimit, se si që thamë përpara Fatmira që banka e siguron për vlerën që ka dhënë kredin dhe jo për vlerën e pronës, dhe kompanitë e sigurimit nuk kanë aplikuar koeficientet e nënsigurimit, po ishin pagesa dhe fondet të cilët janë paguar për dëmshpërblimin. Fatura ishe shumë e madhe që paguan kompanitë e sigurimit, mbi 20 milion euro, kështu që... Meqense ka nisur kjo fazë e re konsultimi, le të themi, me ekspert për të ndërtuar një skemë e cila do të jetë e pranuar dhe mbi gjitha e zbatueshme, implementueshme. Pra të mos mbetet një skemë në letër. Duke pasur parasysh edhe variantin fillestar, pra ku përcaktohej që do të ishte një skemë gati solidare, pra përkundrejt një kontributi apo një tarife që do të ishte simbolike edhe që do të mbulohej nga vetë qytetarët, për disa kategoritë caktuara në pamundësi për ta paguar, do të ishte sërish buxheti i shtetit që do të ndërhyjnë për ta marrë përsipër le të themi këtë faturë. Për institucionet publike, domethënë për ata që janë mendim sociale, për të gjitha këto do ishte shteti që do të subvenciononte, sepse në rast katastrofe nuk është të ndërtojnë vetëm banesat, po ndërtojnë dhe rrugët publike, po ndërtojnë edhe ambientet e përbashkëta. Pra të gjitha këto, duke bërë këtë skemë solidare, do të mbulojnë të gjitha këto lloj shpenzime. Prandaj dhe shteti duhet të jetë partner me kompanitë e sigurimit. Pra të ketë një partneritet privat-publik. Është kjo shenja parë që do të jetë e tillë në këtë fazë? Është kërkuar. Pra fakti që jeni thirrur? Pra është një sinjal që do t'jeni pjesë është kërkuar integrale dhe do të merren në konsiderat propozimet tuaja? Edhe eksperiencën më të mirë që kemi, sepse kompanitë kanë ekspertizën, dhe të marrim eksperiencën më të mirë evropiane, sepse ka vende si Franca, ka Norvegjia, ka vende të zhvilluara, Gjermania, të cilët i aplikojnë këto skema. Atëherë pse mos marrim dhe ne skemat më të mira drejt perëndimit? Sepse janë të suksesshme. E kemi thënë s'ka nevojë të shpikim gjë, mjafton të referohemi. Janë të shpikuar të tëra. Vullneti që të jetë. Fakti që kompanitë janë të konsoliduara, që kanë ekspert shumë të mirë, janë të licencuara, kanë kornizat ligjore, kanë rrjetin e shitjes, mbulojnë gjithë territorin e Shqipërisë dhe janë kompani që kemi dhe kompani të huaja pronare dhe kompani lokale, atëherë ekziston terreni. Duhet
vullneti dhe... Mirë, do t'ju pyes edhe për piketat ndoshta që ju mendoni që do t'a bëjnë, le të themi, funksionale këtë skem. Por dua të ndalem pak dhe të sill në vëmendje ato që tha kryeministri Rama. Kujtoj që në një takim të zhvilluar me Zjarfiksit, ishte koha që përballeshim me zjarret, përmendi që drafti apo nisma e re që qeveria ishte duke hartuar nuk do të mbulonte vetëm dëmet si pasojë e tërmetit, por do të ishte një draft apo le të themi një paket ligjore për të mbuluar dëmet nga fatkeqësitë natyrore. Kjo që po diskutohet tani, sa e rëndësishme është që t'jetë e tillë një herë, sepse ndoshta vazhdojnë të qëndrojnë akoma variantit fillestar, po sa e rëndësishme është që të mbulohen edhe fatkeqësitë tjera. Përfshin tërmetin, përfshin përmbytjen, rrëshqitjen e tokës për shkak të përmbytjeve. Domethënë, ka një term të përcaktuar, pra duhet të jetë gjithë përfshirëse, nuk duhet të marrësh të veçosh vetëm një aspekt të katastrofës, pra duhet të jetë gjithë përfshirëse. Dhe mbase ky është reagimi i parë që ai draft që u hartua, që ishte shumë për të dëshiruar, thoshte vetëm nga tërmeti. Po dhe tërmeti ka një cikël, mund të jetë njërë në 10 vjet, në 20 vjet, njërë në 30 vite. Po ne përshojmë që groja dhe zjarri që po bien janë po përsëritet me një frekuencë shumë më të shpeshtë. Janë ca fenomene tjera që nuk presin. Po, përmbytjet me një frekuencë shumë më të shpeshtë, kështu që të domosdoshmëria që kjo, le të themi, nisëm të mos fokusohet vetëm tek tërmeti, por të jetë një skem për të mbuluar dëmet nga fatkeqësitë natyrore. Patjetër, është e rëndësishme si iniciativë, por unë mbet e mende, le të themi, faktit që duhet ta paraprim të problem. Se marrë edhe nivelin e rishjeve, sigurisht, por nuk ishin në atë nivellet themi që madje Zoti ka qenë bujar me Shqipërinë në këtë drejtim, ka qenë dora e njeriut që e ka dëmtuar më shumë. Dhe para se të le të themi të krijojmë këto fondet që gjithsesi janë gjithmonë nga taksat tona, nga buxheti i shtetit e tjerë, është e mira që të mos shfrytëzohen le të themi pozitat jepen leje pa kriter, të mbyllet një sy dhe 2 veshët kur ndërtohen në ambiente që nuk mund të ndërtohen, ku bëhen në rrugë le themi apo tunele në cilat dëmtojnë pa respektuar kriteret, janë këto që shkaktojnë dëmet më të ndaja. Tek kjo fazë, sepse është shumë e rëndësishme të kuptojmë edhe qasjen tuaj, pra që kanë kompanitë e sigurimit. Ku do të vendoset fokusi? Fokus do vendoset në... Për të kuptuar pak edhe se si mund të jetë skema që skema për sigurime do të prezentohet dhe do të miratohet. Për sigurime katastrofave duhet jetë detyrueshme, sepse do të detyrojë të gjithë kryefamiljarët, qoftë për banesat. Ky është aspekti që bën kompromis, fakti që duhet jetë detyrueshme. Të menaxhohet dhe të bëhet nga kompanitë e sigurimit dhe kuptohet në kontrollin e shtetit. Po. Domethënë, sepse për sa kohë do bëhet një partneritet privat-publik, patjetër do jetë shteti që do ta kontrollojë, që do të bashkëpunojë, sepse në rastet e katastrofave duhet një ndërthurje shumë e rëndësishme midis dy, edhe shtetit edhe kompanive të sigurimit. Pra, këto skema të bëhen nëpërmjet kompanive të sigurimit. Pra është e rëndësishme përfshirja e tyre. Megjithatë, tek ajo që Fatmira përmendi që nëse ka një lloj hezitimi, një lloj stepje nga ana e qytetarëve, vjen edhe për faktit që vonohen dëmshpërblimet. Pra për sepse kanë edhe burokracira, normalisht që duhen me të drejtë edhe duhen verifikuar, duhen dokone vetë, plus që duhet bërë vlerësimi i rrisjeve, kriteret, nëse janë respektuar. Të gjitha fatet janë të përcaktuara, sepse ka një ligj dhe regulator që vepron dhe kompanitë janë të licencuara dhe i zbatojnë rregullat sipas rregulloreve, të qoftë autoritetin mbikëqyrës financiar, të ligjeve që funksionojnë kompanitë e sigurimit. Kështu që afatet respektohen. Po fakti që provat janë thënë, qoftë më flagrante ishte tërmeti, që për 2 muaj gjithë kompanitë mbyllën gjithë dëmet e tërmetit. Pra ishte një domethënie shumë, ishte një provë, si të thuash. Kompanitë risiguruese reaguan direkt, kanë dërguar të gjithë pagesat që detyroheshin që të kalonin mbajtjen e kompanive të sigurimit, kanë dërguar brenda në një kohë shumë rekord. Pra treguan që jo vetëm kompanitë e sigurimit, po dhe kompanitë e risigurimit, ku kompanitë e sigurimit janë të risiguruara, janë ndër kompanitë më të mëdha dhe më serioze në botë. Kështu që
Tani kur përmendet ato modelet që ne mund t'i referohemi apo mund t'i adaptojmë. Pra modelet se gabimi nga njëherë që bëjmë është fakti që marrim modelet saktuara dhe harrojmë t'i përshtasim me kontekstin tonë, me kontekstin shqiptar. Tani, cilit model apo modeli francez është më i suksesshëm. Që konsiston? Konsiston që sigurimi është i detyrueshëm, bëhet nëpërmjet kompanive të sigurimit dhe të gjithë aktorët sigurohen nga një kompani shtetërore që i mbikëqyr dhe si thua, i kontrollon. Dhe kjo është ndër skemat më suksesshme që kanë një penetrim rreth 98% të sigurimit të banesave, pra është penetrimi më i lartë. Është ndër vendet më të... Sepse dhe për llojin e dëmit që është, domethënë duke qenë se le të themi mund të jenë edhe ne morëm raste u prek më shumë durrësi, por mund të jenë edhe në nivele edhe më katastrofike që vetë kompania e sigurimit nuk e ka fuqinë për t'i përballuar, jo se nuk do, se prandaj e përmenda në fillim që sigurimi bëhet kur ka një probabilitet, sepse janë shumë që derdhin primet, nga këta 1% do, le të themi, verifikohet dëmi, do ndodh dhe normalisht do kompensohet. Janë skema solidariteti. Prandaj është shumë e rëndësishme dhe prezenca e shtetit në këtë rast. E qartë, mirë, besoj do të kemi rast edhe për ta diskutuar në momentin që do të kemi një draft të ri, le të themi, po konkret, në cilin do të punohet, do të ndërhyet, por edhe do të prezantohet për të gjithë ne. Unë ju falenderoj, kënaqësi që ishit me ne. Faleminderit dhe për ftesën dhe për këto tema të shumë të rëndësishme. Faleminderit, pak publicitet, rikthehemi sërish në studio.